Unë përmenda këtu duke filluar që me transportin urban, duke vazhduar me rrjetin e ujësiellsave, rrjetin e kanalizimeve, duke vazhduar me infrastrukturën bujqësore, duke folur për muzet lokal që lidhen ngushësisht me zhvillimin e sektorit turizmit, duke folur për riabilitimin e gjithë zonave ish industriale që në shumë bashki për arsye të ndryshme janë kthyer në fakt jo thjesht në një lloj pengese për sa i përket hapësirave publike, por dhe një lloj rreziku publik, shpeshherë për shkak të aresës. Dhe kemi një sër nismash të cilat ne do t'i prezantojmë brenda kësaj jave, ku në fakt fokus është qytetari. Fokus është qytetari për të qenë qartë që bashkitë nuk janë vetëm në sfidën që kanë për të përmirësuar shërbimet, por ne do të jemi në ndihmë bashkive që ato të rrisin nivelin e cilësisë shërbimeve në nivel vendor, që ne realisht kemi ato shërbime që qytetarët jo thjesht i kërkojnë, por patjetër që dhe institucionet lokale kanë detyrim që t'i ofrojnë. Kuptohet që kjo do të kërkojë financim, qeveria shqiptare është e gatshme dhe unë besoj që atë çfarë ne do të projektojmë edhe nëpërmjet programit Rilindja 2.0 për vitin 2027, 28 dhe 29 do të jetë një vizion i qartë i financuar plotësisht për të realizuar ato çfarë ne duam që të kemi si realitetet të reja në territor. Dhe ne e përmendim Rilindjen 2.0 si tashmë një program që është shumë i gjerë, jo thjesht ndërhyrje